Pak rruga, bang me qipë, nëse ko mundësi. Kalla, mos në gropi, veç musha me shku me votu mirë është. Pëjtë me ta shuna dhe më shkete. Hajde ma bro. Më shkete. Dhe faleminderit që po vazhdoni të bëni punën që duhet të bëj media ditën e më të rëndësishme e demokracisë, ditën e zgjedhjeve. Më lejoni sot të uroj gjithë qytetarët e Kosovës për këtë ditë, në të cilën vendimarrja i kthehet sovranit qytetarit. Është ditë e mirë, ditë e mbarë dhe le të shpresojmë se në vazhdimsi gjithë procesi i votimit do të shkojë mbarë mirë. Uroj që qytetarët e Kosovës në këtë ditë rëndësishme që përcakton fatin e 4 viteve të ardhshme tyre të zgjedhin për zhvillim, për stabilitet, për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës, e të largohen nga zymësia, bllokada, përçarja që na ka shoqëruar në këto vite. Duhet të falenderoj në veçanti të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit të cilët i takova sot këtu, të cilët po bëjnë punë shkëlqyeshme, prokurorinë e Kosovës, policinë e Kosovës dhe juve mediave që edhe në këtë ditë të madhe të demokracisë vazhdoni të bëni punën e domosdoshme. Le të shpresojmë se gjithçka do shkojë mbarë mirë, e le të fitoj populli i Kosovës siç ditë fitoj në ditën e zgjedhjeve.